Du me fol një sen për qikat e mija. Seni ma i mirë në jetën tonë që më nëshme bo është me gjetë një djallë që ka me të supportu për jetën tonë. Nuk është zhelos që se ti dalë me shoqe e ka lënë jetën tonë qyshte e ke kalu edhe para se me njëftu ato. Seni tjetër është largoheni prej lidhjeve toksike. Amin. Largoheni prej lidhjeve toksike. Unë jam tepër e lumtur që e kam një lidhje shumë healthy edhe unë jetoj jetën tam si për para, nuk kam kur ndalese. As mu taku me shoqni, as me dal, as me shku pushime, as me dal diskoteka, edhe pse nuk është që dal. Najhere, dal, po nuk dal. Amo sani ma i mirë do me thonë është që mu largu për njerëzve toksik. Që ose në një lidhja toksike, edhe në djallë ndryshon gjatë kohës, mujve të parë, atëherë ai djallë ka me ta nxi jetën ty. Personalisht ty, kështu që kujdes për veten, këshër me kam po fol, edhe mundoheni me gjetë dikan që jeni shumë të ngjajshëm. Për shembull me dashurin tem jena tipër ngjajshëm, e kena një but njëjtë. Ai e ka lirinë e vet, unë e kam lirinë tem, ai ka punë të veta, unë kam punë të mia, e kuptojna shumë njëri tjetrin, s'kena keq kuptime, edhe çdo jetë lidhja e mirë. So, e dini thash, you know girls, një dua dhe kam qepë më të mirën të jo. Bye!